Në atmosferën e ngrohtë dhe festive që sjell muaji i nëntorit, nxënësit dhe mësuesit e shkollave të Mallakastrës organizuan aktivitete të ndryshme, ku historia u ndërthur me artin dhe emocionin e brezit të ri. Salla e Pallatit të Kulturës në Ballç u mbush me ngjyrat e flamurit kombëtar, ndërsa fëmijët me recitalet, këngët dhe interpretime teatrale risollën momente kyçe të rrugtimit të lirisë shqiptare, që nga firmosja e pavarësisë tek epopeja e luftës për çlirim, sakrificën sublime të dëshmorëve dhe heronjve të kombit, e deri tek historia e rrugëtimit 117 vjeçar të alfabetit të gjuhës shqipe. Kryetari i bashkisë, Qerim Ismaili, u shpreh për televizionin Apollon se shkollat e Mallakastrës kremtojnë me solemnitet dhe kreativitet festat e nëntorit dhe të alfabetit të gjuhës shqipe, duke i shndruar mjediset e Pallatit të Kulturës në skena arti dhe kujtesë historike. Sipas tij, nga çdo shkollë e bashkisë, nga qendrat urbane deri tek fshatrat e zonës, mësuesit dhe nxënësit sollën programe artistike të pasura si recitale, interpretime figurative të ngjarjeve historike, këngë patriotike dhe pjesë të shkurtra teatrale që risjellin me emocion momentet më të rëndësishme të shtetformimit shqiptar. Dhe në kuadër të festave kombëtare, festës së alfabetit, festës paraqitjes së pesëdhjetit, Bashkia Mallakasër, në bashkëpunim me zyrën vendore arsimore, me qendrën kulturore të fëmijëve dhe drejtoria e shkollave ka planifikuar një sër aktivitetesh. Sot u zhvillua një aktivitet në ambientin e bibliotekës Bashkisë Mallakasër për festën e alfabetit në nxënësit e të shkollave nënçare të qytetit dhe gjimnazit publik Dervish Kali. Dhe këtu po sot u zhvilluan koncerti festiv organizuar nga shkolla nënçare Beslidja dhe po vazhdon me shkollën nënçare Peshkurti, duke vazhduar ditëjavën e ardhshme me aktivitete të tjera të planifikuara. Ditën e martë do të zhvillohet koncerti festiv organizuar në qendrën kulturore të fëmijëve pranë Bashkisë Mallakasër. Ditën e mkut, në datën 27, do të zhvillohet një inventari në bashkëpunim me zyrën vendore arsimore Art dhe Zeje, i Panajinit, i cili do të zhvillohet në qendër qytetit dhe pjesëmarrë të gjithë nxënësve nga gjithë shkollat e Bashkisë Mallakasër. Në datën 28, çfarë është tradita, do të zhvillohet ceremonia e ngritjes së flamurit, për të vazhduar në datën 29 në ceremoninë e vendosjes kurorave pranë barazave dëshmorëve dhe me aktivitete të tjera të cilat janë planifikuar për gjatë gjithë fundjavës së ardhshme dhe gjithë javës së ardhshme, lidhur me festimin dhe kremtimin e festave kombëtare të nëntorit. Nxënësit e shkollave të Mallakastrës prezantuan gjithashtu dhe punimet e tyre kreative, si postera historik, ese kushtuar figurave të nëntorit, si dhe krijimtari dokumentar që flasin për identitetin dhe rrënjët shqiptare. Kreu i pushtetit lokal dhe drejtuesit e arsimit në Bashkinë Mallakastër vlerësuan drejtuesit e shkollave dhe angazhimin e mësuesve dhe nxënësve, duke theksuar rëndësinë e këtyre aktiviteteve në edukimin e brezave me ndjenjën e identitetit kombëtar. Aktivitetet u ndoqën nga prindër dhe komuniteti lokal, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe festive në të gjithë Mallakastrën.